Edhe për faktin se kjo trashëgimi ngjall debat dhe vërtet ka diçka për të diskutuar. Mos harrojmë se shumë, jo pak vite më parë, ishte një debat i nxehtë medial midis dy mendjeve shqiptare, po u themi Kadares dhe Qosës, pikërisht për një trashëgimi pak të kanalizuar në aspektin e trashëgimisë otomane dhe të identitetit shqiptar, ndërkohë që në një rafsh më të gjerë, po themi vërtet kultura jon ka nevojë për një qasje kritike, apo jo? Personalisht mendoj që polemika ndërmjet Kadares dhe Qosës ka qenë përpjekja e fundit për ta marrë në kam botkuptimin stalinist për kulturën, si nga njëri si nga tjetri. Ata të dytë janë produkte të asaj mendësie dhe reprezentet kryesor të saj, secili në mënyrën e vet, por po të shikoni edhe trashëgiminë e tyre letrare, edhe të mendimit, dominohet nga një lloj autoritarizmi, nga një e vërtet të cilën ata e paketojnë dhe për cilën ata nuk lanë që të mendohet. Dhe mendoj që krahas kontributeve serioze që kanë sjell në art dhe në kulturë, kjo mendësi dhe këta dy personalitete kanë bërë edhe dëm të konsiderueshëm sepse kanë bërë përpjekje që me autoritarizmin e tyre t'ia zanë frymen mendimit të lirë dhe ta imponojnë autoritarizmin e tyre si e vërteta finale. Personalisht po ashtu mendoj që mënyra më e mirë për ta çliruar mendimin nga autoritarizmi, nga dogmat, është që të përqafohet koncepcioni i Karl Popperit për pluralizmin kritik, pra që secili të ketë lirinë që të paraqet argumentet e veta për një çështje që diskutohet, mjafton që ai të ketë një spektër të argumenteve dhe ato t'i prezantojë në mënyrë të lirë, ashtu si ati ja merr mendja, dhe mandej publiku në mënyrë po ashtu të lirë mund të merr atë që e shet të përshtatshme. Në këtë kuptim, mendoj që jo vetëm kjo polemika që ju referuat, por fatkeqësisht pjesa më e madhe e trashëgimisë sonë kulturore është nënsaqjen e këtij lloji interpretimi autoritar. Në një renon është mitologjik, sepse pjesa e trashëgimisë të rilindjes kombëtare është mitologjizuar dhe është pak patentuar ashtu që të mos rishikohet fare. Pjesa tjetër nën presionin e ideologjisë marksiste staliniste, po ashtu është interpretuar në mënyrë ideologjike dhe është kriju një sistem, thomi, i vlerave, për cilin partizanët e këtyre mendësive thonë që nuk duhet më të rishikohet, dhe në tash kemi një trashëgimi kulturore e cila është nën saqin e mitologjisë dhe nën saqin e ideologjisë staliniste. Jetojmë në një botë e cila tashmë është globalizuar plotësisht, në një botë ku komunikimet janë marramense dhe kultura jonë duhet të çlirohet prej këtyne mendësive mitologjike ideologjike, të bëhet pjesë e debateve globale që bëhen për vlerat kulturore. Bile në këtë kontekst, unë edhe në studimet e mia kam sjell një shembull interesant që e kam sfiduar konceptin romantik edhe stalinist, si mas cilit kultura shqiptare është plotësisht origjinale, është e ndryshme nga gjitha tjerat. Kjo nuk është fare vërtet. Kultura jonë ka dhënë dhe ka marrë edhe me kulturat balkanike, edhe me greke, edhe me turke, edhe me slave, dhe kjo nuk është dobësia e kulturës, është aftësia e saj për të dhënë dhe aftësia e saj për të marrë. Sepse vetë zhvillimi njerëzor absolutisht krejt njerëzimi dhe një histori e komunikimeve të ndërsjellta midis kulturave të popujve. Në këtë studimi ju kam referuar edhe teorisë së Claude Lévi-Straussit, strukturalistit të famshëm dhe dietarit vërtet monumental, i cili ka thonë që në të vërtet njerëzit që nga fillimi e deri sot kanë mentalitete të njëjta, pavarësisht nga racat dhe pavarësisht nga koha që jetojnë. Ato që ai çon strukturat e thella të mendjes njerëzore, të arsyes njerëzore janë gjithmonë të njëjta, por ndryshojnë në realitetet sociale dhe pastaj ndryshimet kulturore ai çon si variacione ose si një lloj brikolazhi që lindi në kontekste të ndryshme sociale, kulturore, të shijeve. Por, në esencë, në këtë kuptim, pra, kultura është e hapun, jep edhe merr, dhe dinamika e saj pastaj përcaktohet edhe nga faktorët brendshëm dhe të jashtëm. Po tham, unë kam bërë përpjekje që të sjell këto nocione të reja, këto kuptime të reja për studimin e kulturës, sepse ajo si është
studiu në pjesën më të madhe të saj, ka qenë me metodat të ngurta, ose romantike, ose staliniste, dhe kjo e ka ngurtësu edhe mendimin tonë për kulturën dhe për hir të së vërtetës. Duhet thënë se na ka bërë edhe intolerant, edhe në komunikimet në mes veti, ka prodhu versione agresive, si që janë intoleranca komuniste, pastaj intoleranca islamofobike, të cilat, po thëmë, bëhen sikur një lloj prese, e cila e gjymton unitetin dhe identitetin kombëtar.